vjeni për shembull, vjeni femër, moshës në 60 vjeçare, edhe thot du mu ba si besa, si ti mu ba. Vetëm i të thëmë korë, heqë korë, adin. Po, dhe me thëmë këto janë kërkesa ma çuditshme që... Atë një si dërë më bo, thot vjen me një foto kështu, thot, unë po du më duk si që kjo. O, vetëm i të korë zbarë si që kjo, po që farë bëmi që kjo. Mirë po, zakonisht me gjithë në gjejmë mirë kuptem. Po, pa tjetër. Biseda kur unë bëj një konsult, me besën bëj një konsult, me skjarimet e mija që i bëj që e me besu mu. Dhe më thonë, duhet të krijohet një besimi dy anshëm. Ajo të besojnë mu edhe unë të besojnë atë. Nga se 50% është operacioni, 50% në varet sa ajo respekton këshillat që nga edho. Për çdo intervenim ka rregulla kritere. Cilat kritere nuk i bëjmë ne shqiptarët, i bëjnë ekspertët e botës. Edhe çdo kush që vjen të unë nëse kërkon diçka që nuk përket me këto kritere, nuk e bëj. Nuk e bëj për askënd edhe për kur farçmimi, nga se nuk del mirë. Nuk bëjmë në rregulla si duhet të prodhohet një Porsche. S'bëjmë, nuk i bëjmë një shqiptarët rregullat, as unë, as pacienti. Ne duhet të bëjmë si bën bota. Mirë po, çdo profesion, po foli për profesionin tim, duhet të bëjmë update profesional. Qofse unë nuk bëj update profesional, sot nuk bëhet hunda si është bërë para 2 viteve. Sot nuk bëhen për cili do të qoftë operacion, se ka detale që ndrojnë me kohë. Edhe telefoni po kërkon update. Edhe çdo profesion kërkon update. Patjetër. Duhet bëjnë update vazhdimisht që të jemi në hap me krejt botën. S'po them as me shqiptarinë tonë, as me regionin, po nivel botror. Do të thonë, duhet bëhet çdo operacion si bëhet çdo kund botë. Po ndonjë rast më të komplikuar gjatë krejt këtyre viteve karriere, a mban mend që ka ndodhur ose që ka zgjat me orë tona? Operacioni që më shumë të bëhet në botë është formësimi i trupit me dhjamin tënd. Është operacion që më shumë të bëhet në botë. Të një në Kosovë, di edhe pjesën i tjetër shqiptarëve, të një shqiptarët e Kosovës, po edhe në Shqipëri edhe në Maqedoni, në region, është kërkesa më e madhe për operacionin e hundës. Po të operacioni hundës zakonisht pak interesohen, që unë mendoj kisha bën një apel, që para se mu duk hunda bukur, duhet të ketë frymarrje të mirë. Më e rëndësishme është frymarrja e mirë se sa hunda e bukur. Po mirë është edhe duhet më bëhet dyat. Është operacioni që më shumë të bëhet. Mirë po, edhe i duhet bëhet me kritere. Pra po thonë, si thonë ekspertat e botës. Kur vinë ata pacient, ata klient, cilë vjen me një foto, thotë unë e du hundën kështu. Tash unë jo bindi, po ajo është që unë e kam drejt. Tonë kjo hundë shkon të çky pacient që po ma thonë të çky person. Po koka jote nuk është si e këtina. Dhe më thonë, hunda duhet shkoj në harmoni me fytyrën e atij pacientit. Po, patjetër. Qofse zakonisht është një kërkesë që hunda të jetë sa më e vogël. Tomë të qofse bën hundën kaq të vogël ki më duk si kineze, apo do më duk si kineze, ose si UFO më duk. Qofse na dojmë ti më duk bukur, atëherë duhet me ndihmu ekspertat e botës. Është më rëndësi të krijohet ai vetbesim. Ka ndodhur tash po fol shumë, ka ndodhur ndoshta që dikush po e foli shumë me modesti, ju që është niveli jonë i mjekëve, po s'po foli vetëm për vete,